Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë bashkarisht me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim për një temë, do të flasim për një diskutim që tashmë është hapur nëpër mediat virtuale nga një intervistë në fakt që Monika Kryemadhi ka dhënë në raport dhe në qëndrimin e saj kundër drejt çiftit dhe Brigena dhe Mateo. Tani, Monika ka dhënë mendimin e saj për çiftet e krijuara nga Big Brother, por titujt janë tituj bombastik. Brigena dhe Mateo do të ndahet, ka thënë Monika. Tani Monika ka këtë perceptimin dhe unë ja respektoj perceptimin me patjetër sepse ky është mendimi i saj. Por nga ana tjetër, unë mendoj që Monika Kryemadhi e ka parë shumë bukur se si ka funksionuar ky çift brenda. Mateo dhe Brigena nuk u lidhen në Big Brother. Ato i dhuruan momente njëri tjetrit, i dhuruan kohën njëri tjetrit, i dhuruan atë vëmendje njëri tjetrit, të cilin e meritonin t'ja jepnin dhe i than njëri tjetrit po në momentin që e ndjen dashurinë. Po të ishte një çift që do t'ishte lidhur me një herë që në ditët e para, vetëm për efekt klikimesh, vetëm për efekt shikueshmërie, për efekt momentesh, atëherë edhe mund të asoconim, edhe mund të mendonim që ky çift mund të ndahet dhe kjo marrëdhënie mund të përfundon. Por nga ana tjetër, të jesh ti një kontribues i lartë në dashurinë tënde, domethënë të japësh maksimumin tënd për dashurinë, të presësh me ditë të tëra, të presësh me orë të tëra, nuk është një gjë kot. Për mendimin tim, marrëdhënia e Mateos dhe Brigenës është një dashuri e vërtet që lindi nga ndjenja, që lindi nga emocioni, që lindi nga pasioni, nuk është një ndjenjë e ardhur nga hiçi dhe doli në skenë dhe ne duar trokitëm. Është një ndjenjë e vërtet. Mateo dhe Brigena, unë besoj që dashuria lexohet në sy, e kam këtë bindje, nuk e di pse mund të jem edhe kundër në këtë. Unë mendoj që Mateo dhe Brigena e kanë dëshmuar edhe me mënyrën se si ato sillen, me mënyrën se si ato veprojnë. Për shembull, Mateo është shumë i fokusuar te Brigena, është shumë i lidhur me Brigenën. Kjo tregon që ka një dashuri të jashtëzakonisht të madhe. Kjo tregon që ka një dashuri shumë të lartë. Dhe pikërisht për këtë gjë, unë mendoj që Mateo dhe Brigena do të jenë shumë afatgjatë, do të kenë dhe fëmijë, sepse ato të dy nuk e nisën dashurinë për interesa loje. Domethënë Brigena po të dëshironte që të shkon një ditë më shumë në shtëpinë e Big Brotherit, nuk do ta kishte marr Mateon si të dashurin e saj, por do ta kishte vazhduar rrugtimin ashtu siç ishte. Unë mendoj që Brigena e respektonte ndjesinë e Mateos, e respektonte vendimin e Mateos dhe jo më kot, domethënë arriti që të shkojë deri në atë pikë që Brigena tashmë është shpirtërisht gruaja e Mateo Borit. Dua të marr mendimin tuaj për këtë koment, edhe pse unë në fakt nuk shoh një ndarje mes çiftit.